Unë mendoj definitivisht që drama rreth pezullimit apo gjetjes së fajësisë është një farë skenari, të më thonë, djallëzor që ka për qëllim edhe nga ana qeverisë, edhe nga ana e opozitës. Ideja është që deri në fund të së gjati, se janë parapome me kushtetuta dhe me ligje që i ka Kosova, mandatet është, na jemi në një fazë të pezullimit. Pra janë 48 orë edhe prononcimet edhe të njërës edhe të tërspal në një farë mënyre, po mendoj unë që qëllime kanë me qu mesazhin publik se kush është fajtor në fakt për këtë pezullim. Edhe kjo në rast se nuk konsumohen këto afatet ligjore që janë 48 orë, atëherë faktikisht ne po futem në një fazë apo në skenarin tjetër që unë e përmenda edhe identifikova si skenar i bllokimit, edhe ideja dhe qëllimi është që kush nga opozita edhe kush nga qeveria do të mund të themi kushtimisht po mbledh poena më shumë edhe ti katapultoj në sytë e publikut edhe ta gjejmë fajtorin se kush është fajtor në mënyrë që të përgatitemi për zgjedhjet e reja. Unë jam shumë i idhëtar i kësaj ideje për shkak të nuancave që është, domethënë, problem më u konstitua qeveria për 2-3 numra. Unë mendoj që zgjedhjet e reja, pavarësisht që kushtojnë, janë, si me thonë, ajo kura e cila i nevojitet Kosovës për me kriju që nuancën, ose opozita, ose qeveria, edhe pastaj nuk ishte me pas problemet të cilat mund të krijuan drama edhe ngërçe të kësaj natyre. Po e filloj nga këtu ku e la dhe të parafolsi që unë jam absolutisht kundër zgjedhjeve të reja. Kosova nuk është çështje materiale, se ndoshta edhe të hollat gjenden. Kosova në aspektin e politikës e vetë, të jashtme, e të brendshme, me ato që ka po ndodhë në geopolitik, zhvillimet e tjera, Kosova nuk ka kohë me humbë, me mbajt zgjedhjet reja, e me numru 3 muaj nga një, e me pas kësi seanca, do të thotë ne faktikisht mund të shndrojmë një shtet jo funksional. Nuk ka mundësi, nuk banë. Dhe kushdo, unë mendimi im është, kushdo që e qonë Kosovën, pas këtyre rezultateve, se populli ka thënë me bashkëpunu duhet, partit duhet me bashkëpunu me njëra tjetrën. Dhe kushdo që bën një gjë të tillë me veprimet e veta, e qonë Kosovën drejt zgjedhjeve të reja, unë publikisht do t'i ftoj qytetarët t'i bojkotojnë. Le të mbesin aty dhe mos votojnë për ta. Nuk e di nëse është gjithë me ftu qytetarët për bojkot? Unë po thëmë në mendimin tim personal, Katrina, mos merrni ju përgjegjësi. Po edhe jam duke e thënë se jam të vetëm kur duhesh, kur s'ta dalon, ama kjo është nevojë, kjo është. Profesor, unë nuk po them që po them për juve po flas se s'duhet, po unë po them çka unë mendoj, sepse nuk është vetëm kostoja po them materiale, kostoja politike për Kosovën është shumë e madhe. Është momentumi për Kosovën mi nxon ngjarjet çka po ndodhin dhe na me u parapërgatitur. Me çet ide, po kjo ka me shkruajtë e presidentit për të gjykata, dhe gjykata ka me dhënë gjykimin e vet meritor. Në një situatë hipotetike, në një qeveri e cila varet për 2-3 gishtave të qoftë të shumicës, domethënë, grupeve tjera parlamentare, për shkak se janë numra ashtu, në sfidat që e presin, për mua problem është sfidat që e presin Kosovën. Jo apo konstituohet edhe kush po bëhet kryeministër edhe kush po bëhet ministër. Këto janë kalkulimet e brendshme që i bojnë subjektet politike. Kjo është e natyrshme, e kuptueshme edhe logjikshme. Unë jam të fol për sfidat që e presin Kosovën. Një qeveri e brisht nuk mundet me i bëu rezistencë asociacionit, gjykatës kushtetuese, rikonfigurimeve që i përmene. Pra janë problemet cilat vetëm një qeveri purë shqiptare, me një numër, me një shtrirje, mund t'i bëj ballë këtyre sfidave.